Mbështetja e zërave të rinjeve dhe pakicave etnike në media është kyçe për ndërtimin e një shoqërie më demokratike, të informuar dhe tolerante. Vitet e fundit, Kosova ka bërë përpjekje të rëndësishme drejt krijimit të një mjedisi më gjithëpërfshirës mediatik, veçanërisht në lidhje me të rinjet dhe pakicat etnike. Megjithatë, mbeten ende sfida për të siguruar përfaqësim dhe pjesëmarrje të barabartë për të gjitha grupet në prodhimin mediatik, përmbajtjen dhe vendimarrjen. Kështu kanë thënë Nora Gjuzi, Shyret Hoxhaj, Enis Tabak, Ermal Morina e Mustafa Balje, teksa kanë shprehur mendimet e tyre për përfshirjen e të rinjeve, e veçanërisht atyre të komuniteteve jo shumicë në përmbajtje mediatike. Ndoshta jo në një masë të madhe, apo jo të kënaqshme, mundemi me thonë lirisht, për shkak se edhe kur janë pjesë e mediave ose kronikave, më shumë të janë pjesë për jetën e vështirë që e bojnë, duke i forcu hala ma tepër paragjykimet që të tjerët kanë kundrejt komuniteteve, flas për komunitetet roma, shkali dhe egjiptian, por nuk përjashtohet rasti edhe kur realisht trajtohen apo bën kronika për të arriturat e tyre, për storje suksesi, qoftë për shfaqje të ndryshme, qoftë edhe pjesë e aktiviteteve të ndryshme kulturore, por qoftë edhe për pjesën e shkollimit që dikush nga ta ka arritur pra të shkollohet, të arrijë një nivel të mirë të socializimit në shoqërinë kosovare. Nëse flasim për të rinjet në përgjithësi, atëherë tani me kohën e modernizimit, të rinjet kanë mundësinë që të shfaqen medialikisht në media dhe të tregojnë për ambicjet e tyre apo të shfaqen hobet e tyre në mënyrat të ndryshme ose të flasin për kauzat e ndryshme. Po nëse flasim për të rinjet e komuniteteve jo shumicë, nuk besoj që kanë dhe shumë mundësi që të shfaqen medialikisht për të treguar se çfarë janë duke bërë ose si që ndronë në përgjithësi në realisht komuniteti i tyre. Nëse flasë specifikisht për komunitetin rom për cilin unë i takoj, vetë si njeri, ndoshta vetë se i përkas diapazonit të shoqërisë civile, kam pasur mundësi që të shfaqem në media dhe të flasë rreth komunitetit tim në real, se si jemi ne dhe si jemi me të vërtet ne, jo si që na shohim për shembull komunitetet tjera, ose dhe duke pasur parasysh se media është vetë se themi një fuqi e katërt dhe ka ndikim tepër të madh në opinionin publik, nuk ka pasur për shkak që nuk kemi shfaqur ndoshta në mënyrë mediale dhe komunitetet të tjera nuk e kanë pasur mundësinë që të na njohin neve si komunitet në mënyrë reale. Ya genelde eğer yerel düzeyde bir faaliyet gerçekleşmişse lokal basında yer alıyor. Ama çok önemli bir etkinlik olmuşsa ulusal basında da büyük bir ihtimalle yer veriliyor. Özellikle buradaki Türklerin sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu faaliyetler, biraz önce söylediğim gibi Arnavut basınında, Boşnak basınında ve diğer basınlarda pek fazla yer almasa da yani çok önemli olmadığı müddetçe. Numri është i pak për shkak që shumica të rinjve besoj që përjetojnë ashtu atë stresin me dal para kamerave me fol, për ndryshe e shpreh mendimin e tyre po mbrapa kamerave. Edhe gjithmonë fokusojnë tek një njeri që se ka problem edhe me shpreh mendimin e tyre përmes një shokut ose një shoqës. Sa i përket komunitetit jo shumicë, besoj që edhe ata kanë problem për shkak ndoshta gjuhës, ndoshta të shprehunit, edhe pjesë e socializimit ndikon shumë tepër edhe tek trit që me dalë edhe me u shfaq media. S obzirom da živimo u multietničkom društvu, tako su i mediji koncipirani ovdje na Kosovu, u zavisnosti od redakcija koje prate te pomenute kategorije, prije svega mislim na mlade, pa i pripadnike ostalih zajednica, može se reći da je relativna zastupljenost tih kategorija. Konkretno kod nas, recimo, u redakciji na bosanskom jeziku mi smo fokusirani na probleme mladih. Također tretiramo sve ono što zabrinjava i sve ono što na neki način afirmiše našu zajednicu i sa tog aspekta nema nikakvih problema. Međutim, kada se radi o tretiranju mladih i pripadnika ostalih nevećinskih zajednica, mislim na nealbansku i nesrpsku zajednicu,
tu je veliki problem, zato što je ta barijera postojeća i jezik na neki način odlučujuća u tome koliko će programa biti u određenoj televiziji ili na određenom portalu, a da se tiče recimo mladih iz bošnjačke zajednice ili pripadnika te bošnjačke zajednice. Dakle, sve u zavisnosti koja je redakcija u pitanju, šta ta redakcija tretira i koliko je poznavanje jezika. Ovo je nezapamćena oluja koja se desila na ovim prostorima. Nažalost, moram ovo da kažem da ta jezička barijera se sve više povećava, bez obzira na to što postoje mogućnosti preko društvenih mreža, preko određenih aplikacija da se uče jezici, međutim, ne postoji državna politika koja bi na neki način podsticala to učenje tih jezika sredina. Naprimjer, ovdje kod nas se ravnopravno koriste albanski, bosanski, turski, romski i ostali jezici. Tu bi trebalo nešto da se poradi. Jer ovako i postoji jedno pravilo. Kada nekome govorite na njegovom jeziku, onda ga u srce pogodite. Tutje, këta përfaqësues të mediave dhe të rinj kanë dhënë edhe disa rekomandime se si mund të krijohet një mjedis më gjithëpërfshirës mediatik për ta dhe komunitetet të cilave u përkasin. Po, besoj përmes adaptimit nashta, vizitave, televizioneve, mbajtjen e ndonjë trajnimit që kishte ndikuar pozitivisht, edhe me normalizu nashta emisione më shumë të rinj, besoj që kishte ndihmuar tepërshëm kur vetë pyetja bëhet për një trio tek i riu, edhe fillon nashta e pjesa ku lirohen deri tek dalja e kamerave. Nëse ju jepet mundësia të rinjave të shfaqen në mënyrë mediale, duke u njoftur pra ata, për fat mirë tani me anë të rrjeteve sociale ne mund t'i njohim të rinjët se kush po jep kontribut në çfarë forma të ndryshëm po jepin kontribut në traditën apo kulturën e komunitetit të tyre. Andaj besoj që media duhet të luajnë edhe rolin e hulumtuesit në tregun e mediave, se kush është duke bërë dhe çfarë është duke bërë. Të ftojnë ata në media, disa prej medjave, temi ndoshta shumica e medjave të cilat janë të njohura në tregun kosovar, e ftojnë të rinjët ndoshta kur kanë programe të ndryshme ose aplikojnë ndonjë projekt të tyre, por do të ishte më mirë që të përfshihen edhe ndoshta jashta programeve që aplikojnë projektet të tyre, të përfshihen edhe në debate ose momentet si shfaqen për shembull komunitete të tjera, le të shfaqen edhe komuniteti jo shumicë. Ya biliyorsunuz dünyada şu an televizyon dışında sosyal medya çok büyük önem taşıyor. Özellikle basın, dünyanın en büyük kuruluşları dahi sosyal medya üzerinden yayınlarını sürdürmeye devam ediyor. Azınlıklara gelince buradaki Türk medyası dışında diğer Arnavut, Boşnak ve diğer basın mensupları buradaki gençlerin ayrım yapmaksızın gençlerin faaliyetlerine, çalışmalarına yer verirse bence daha güzel olur. Çünkü biliyorsunuz biz bir bütün içinde burada yer alıyoruz. Dolayısıyla birlik ve beraberlik içinde Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar aynı aktivitelerde folklor olsun, konserler olsun yer alıyorlar. Dolayısıyla daha geniş yer verilirse bu tür çalışmalara bence çok daha güzel olur. Çünkü dediğim gibi biz burada birlik içerisinde, beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Basına buna katkı sunarsa harika olur yani. Družimo se sa, evo, konkretno u Prizrenu, nema nikakvih problema što se novinara tiče, sarađujemo. To je jedan od najboljih oblika da se sarađuje, da se komunicira, da se traži određeni pripadnik iz određene zajednice. Možda bude recimo sportista, da bude idealan sportista, a da bude malo zastupljen u medijima na albanskom jeziku zato što postoji ta jezička barijera. Iz tih razloga, osim te kolegijalnosti, bi trebalo da postoji neka vrsta boljeg pristupa, šireg pristupa, zato što mi živimo u ovom gradu i iz tih razloga bi trebalo da ta komunikacija bude na nivou grada najprije, na nivou zajednica, a nakon toga da se tretira ko je šta, jer mi smo svi na kraju krajeva građani Kosova. Gjithmonë duke u thy paragjykime, gjithmonë duke u thy bariera do të mund të përmirësojë situata aktuale e cila është, duke i kalu këto paragjykime edhe duke mos shku me e bo ose me trajtu kronika vetëm për pjesën
e jetesës, mënyrës e jetesës që ata e bojnë, ose për me u fokusu pak ma tepër në çështjen e sukseseve që ata e ndjekin, apo çështjen e shkollimit, që një i ri i pjesëtari i komunitetit i cili është po të ndiqej rrugtimi i tij, sfidat e tij gjatë shkollimit, si kur të rritë e kretë komuniteteve tjera në Kosovë pa dallim, atëherë do të mund të ishte ndoshta një situatë pak më ndryshe, edhe kishin mujt me u thy paragjykimet që edhe me u thy ato tabut stigmatizimit që nuk janë të shkollës apo nuk janë të një jetese pak më të mirë. Po të trajtohet në rafshin gjithë përfshirës, atëherë kisha mujt me thonë që kish me qenë edhe një situatë pak më e mirë se sa ajo aktuale e cila është. Pakicat etnike përballen me bariera shtesë për përfshirje në media. Këto grupe shpesh marginalizohen në mediat kryesore në gjuhën shqipe dhe rrallëherë përfshihen në mënyrë të natyrshme në programet kombëtare. Edhe pse ekzistojnë mediat në gjuhën e pakicave, ato shpesh vuajnë nga mungesa e financimit. Kapaciteti teknik i kufizuar dhe mungesa e mbështetjes institucionale. Përfshirja e këtyre komuniteteve nuk është vetëm çështje drejtësie, por edhe thelbësore për nxitjen e kohezionit social, demokracisë dhe ndërtimit të paqes në shoqërinë multietnike të Kosovës.